A na ka shkuar ndonjëherë në mend o vëllezër që ta lutim Allahun xhele xhelaluhu e të thomi o Zot, ma ripërtri besimin tim. Të dashur vëllezër musliman, nga begatia më e madhe e Allahut xhelle xhelaluhu është që Allahu xhelle xhelaluhu ja ka dhuruar njeriut e ajo është besimi dhe imani i tij. Besimi i tij pa të cilën nuk shpëton as në këtë botë e as në botën tjetër. Imani është ai i cili me të shpëton njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Por padyshim se zemrat e njerëzve ndryshojnë ashtu siç dhe besimi i tyre ndryshon, siç është e ditur dhe e njohur parimi bazë i ehlus sunnetit dhe xhamatit, të cilët e dim dhe e njohim se besimi është ai i cili rritet, forcohet dhe shtohet, gjithashtu është që paksohet dhe dobësohet, e vjetërohet. Dhe këto na e potencoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Hakimi në Mustadrekun e tij dhe Tabaraniu nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë se imani, besimi vjetërohet në mbrendësinën e ndonjërit prej jush, ashtu sikur që vjetërohet rroba. Derisa pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum. Lutnju Allahu xhelle xhelaluhu, ati i cili është i vetmi i cili ja u ripërtrin juve besimin, tha lutnju Allahu xhelle xhelaluhu dhe kërkoni prej tij që t'ja u ripërtri besimin e juaj në zemrat e juaj. Ta ripërtrin besimin Allahu xhelle xhelaluhu në zemrat tona. A na ka shkuar ndonjëherë në mend o vëllezër që ta lutim Allahun xhelle xhelaluhu e të thomi o Zot, ma ripërtri besimin tim, o Zot, ma ripërtri këtë besim në zemrën time.